Me 9 maj, në këtë pjesën e Hekurudhës, të rrethi i Dragodonit, një super nej organizuar nga kultura. Keni një për kulturën, unë jam konë plët neja të kulturës ma herët, gjithë kom kalu mirë, veç qërën e ambientin ku kom me umojt neja. Interesant është se gjatë ditës, neja kom me qenë jashtë, gjatë natës kom me u zhvendos brenda tunelit këto, i cili normalisht kom me u strukturua dhe kom me u kriju një ambient healthy, shëndetshëm për me umbojt neja këto, ko gjapo ta jap një farë vibe-it undergroundit këto. Kur po vjen, do me thonë, pa ka shumë si ndoneja në Berlin që bohen në open air, që tu po supozoj që ka me pas mas nej chill zone, ka me pas kënd të ushqimet, po besoj vende ku mund është me chill, ku mund është me ull, me nejt nëse s'tu kcehet. Për ma shumë mund me në kallëzu Albini prej kulturës. Albin, që tu po organizoni nej, Albin? Po, realisht me 9 maj, që kjo është eventi i por për si vjetë. Okay. Është sezona e 5 që Kultura House po hostirat evente. Me 9 maj, jena këtu prej 6 deri në 2. Prej 6 deri në 2? Po, i bjen realisht 8 orë. A 8 orë? Se po mujna ma shumë shkoku që s'pëdojna edhe me i pengu banurt. Po. Orori është i parapon me konë gjysa e eventit ditën paka shumë jashtë dhe pjesa tjetër mrena. Qa ko me pos jashtë? Tash neja ko me qenë qitë zonë. Sakt. Do me thonë. Sakt. Pjesa ditës. Ku ko me qenë DJ-i këto? DJ është në mes. Në mes? Që kena menu, do me thonë, na jena të tentu me bu një eksperiencë të festivalit një ditur. Edhe paka shumë ju jep hapësir njerëzve me posë dhe sene tjera të ndu. Përveç qa kena dosh me bu është me inkuadru paka shumë krejt senet që ti mos me posë nevoj mu largu prej nejes, me posë një full day experience. Do me thonë edhe ushqim ko me posë. Po, food court. Mandej është chill zone, ka aktivitete beer pong, photo booth. Jo, edhe beer pong kena me mujt me lujta. Ditën, po. Amazing. Çfarë do të kenë 9 maj? 9 maj, është unë është, yes. Çfarë muzike ka me pos? Na e kena një koncept Global Sounds, është paka shumë mja u bu qefin krejtve, larmishmëri e zhonrave, po vynë shumë DJ-a specifik që mrin me bo qatë sen mirë. E na këgja më t'jena të tentu që një 2 vjetë të e kuru jena qëtë koncept. Është koncept që në Europë është trending edhe është të take over në për festivali, në për kloba. I jep ma shumë hapësir DJ-av që me pos lirshmëri, me mujt me lu me zhonra, me mujt me lu edhe me crowd. A ko DJ lokal? Po, i kena realisht total jam 5 DJ, 3 internacional, 2 lokal. DJ lokal i kena Ylli Megin, realisht prej Shqipnis, po tash u bu lokal, sa i po jetën Prishtinë. Edhe Urambin. Mandej 3 internacional që i kena, është njona që ka me performu jashtë, Yves Roots, që kemi bu në bashkëpunim me ambasadën e Italisë. Kena tu e bu një shkëmbim të kulturës paka shumë me ta. Edhe mandej është Ylli Megi me vinyl set, jashtë të fjolla. E mrena vazhdojna me Ekëni, Riria edhe closing është Urambi. E qartë, biletat ku mujnë me i gjetë njerëzit që dojnë me ardhë, që shpusenën, është e hymja me pages, është dohet me i book online? Në qëtë situatën tonë, ma mirë është me i book online. Biletat mujnë me gjithë njerës në foqet e Kultura House, ku dënë rrite sociale është linku për të Kiktik. Atë në platformën e Kiktikut i kena biletat online. Sa është qmimi? Për momentin 15 euro kanë mu shtrejtu, mirë po jo sugjerojnë a krejtve me i morë ma herët se shkoku na kena me lunë bilet të dera. Po është një hapësire limitu me këtu e njerëzve sa mujna me i pos mrena. Sa mujna me i pos mrena? Sa e përballon kjo? Po maksimalisht është 2000 persona. Maksimalisht 2000 persona? Për që hapësiren që e kena menu na me shfrytzu, se s'pëdojna me rritë te për shumë. A ka interesim të madh? Po, interesimi ka fillu mu rritë sidomos javën e kalume, edhe peshohem që numrat jënë të shku te për mirë, me bileta jena këgja mirë momentalisht, edhe veç që kjo është që ajo koncerni unë që në rast se e nollim online-in, mos me metë shumë hapësirë për të dera, se po kena qef me konë booked already. Prej fillimit mirë, po let's see që shka me metë situata. Me 9 maj, festival një ditori, tha Albini, prej 6 deri në 2 natës, do me thonë full muzik, beer pong, ping pong, badminton, food court. I vetëmi ven ku bohet mirë me 9 maj në Prishtinë, do me thonë ka me qenë që kështu që jo që dëni me ardhë me kalu mirë dhe jo që jeni lokal gjithë shysh që to me u shfaqë sigurisht, jo me dhone.